Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do përgatisim një recetë shumë të thjeshtë. Atëherë për recetën na duhet 300 gram makarona, të çfarë do lloji nuk ka asnjë lloj problemi, dhe do shtojmë gjysmë luge me krip. Do t'i lëmë të ziejnë për rreth 2 minuta, jo më shumë. Në një enë do shtojmë 3 vezë të mesme. Do shtojmë gjithashtu gjysmë luge supe me krip, një gotë qumësh të plot dhe 3 lugë gjalpën ta kemi shkrirë. Gjithashtu do shtojmë dhe 200 gram krem djathi. Të gjithë përbërësit bashkë do t'i përzijmë mirë në mënyrë të njëtrajtshme. Dhe pastaj më tuti do shtojmë dhe makaronat që kemi zier për rreth 2 minuta. Siç u thash, kjo është një recetë shumë e thjeshtë. Nganjëherë kur kthehemi prej punës dhe nuk kemi gjë gati ose s'dim çfarë të gatuajmë, kjo është një mënyrë e shijshme dhe shumë praktike. Masën e përgatitur do ta shtrojmë në një tepsi mesatare dhe do ta përhapim mirë me anë të një luge në mënyrë që gjatë pjekjes ajo të mos thahet, sepse lart do shtojmë dhe pak djath mozzarella. Djathi mozzarella përveç se i jep shije recetës, është edhe një opsion i mirë në mënyrë që makaronat lart të mos thahen. Kështu që unë kam përdorur 200 gram djath mozzarella dhe do ta shtroj mirë në mënyrë që të mbyllim makaronat. Pasi kemi shtuar dhe përbërësin e fundit djathin, makaronat do vendosin në furrë të piqen rreth 35-40 minuta me 180 gradë, por gjithmonë duke kontrolluar sepse lart djathi mund të skuqet më tepër se ç'duhet, kështu që kontrollojeni her pas here. Ja pra miq, kjo ishte receta, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Sikur u thash, është një recetë shumë e thjeshtë, nuk ka shumë përbërës, një ide e thjeshtë për drekë ose darkë. Mos harroni të bëni kanalin like, subscribe për video të tjera. Bashkë do shihemi me receta të tjera. Uroj të jeni mirë bashkë me familjet tuaja. Gjithë të mirat.